Një fond prej 500 milionë eurosh u parashikua për buxhetin e Tiranës për vitin 2025. Sipas antarit të opozitës së Këshillit Bashkiak, në 10 muajt e parë të vitit 2025, Bashkia e Tiranës ka mbledhur rreth 14.8 miliard lekë të ardhura, që është 82% e planit, ndërsa ka shpenzuar 25.7 miliard lekë, ose vetëm 47% të buxhetit të planifikuar për shërbimet publike. Periudha janar-tetor janë paguar më shumë nga Bashkia e Tiranës për paga se sa për investime publike. 80 milionë euro janë paguar për pagat e administratorëve të fryrë 2.5 herë krahasuar me 10 vite më parë, ndërkohë për investime publike të Tiranës paguar vetëm 70 milionë euro. Për këtë 10 mujor, planifikojnë që do kryenin 250 milionë euro investime, kanë kryer vetëm 70 milionë euro investime. 28% planit. Të dhënat tregojnë një performancë të ndarë mes taksave, të cilat në pjesën më të madhe janë afruar apo e kanë kaluar planin. Ndërkohë realizimi i shpenzimeve për shërbimet publike rezulton të jetë në nivelin mesatar. Nuk ka një informacion se pse cilat janë shkaqet e arsye të këtyre mos realizimeve. Si është e mundur që po strukturat e Bashkisë Tiranës janë tafta për të vjel parat? Pse ata nuk japin qartë dhe të na thonë, për publikun, po dhe për ne këshilltarë që i përfaqësues të qytetarëve, të na thonë qartë që pse nuk arrin dot të realizojnë procedurat e tenderimeve për të dhënë shërbimet mbrapsht. Niveli i realizimit më të lartë prej 173% të planit është arritur nga gjobvënia në qarkullim. Arsimi profesional është shërbimi i parealizuar që rezulton me 0%, duke u pasuar nga strehimi me vetëm 9% realizim. Sipas të dhënave, pavarësisht të rritjes së planit për vitin 2025, niveli i realizimit mbetet i ulët ashtu si në 2024, duke treguar se keqmenaxhimi i buxhetit vazhdon të ekzistojë në kryeqytet.